Hera e parë që përgatit pispili ngasër, thuani si të doni, neve themi ngasër nga zona tonë, edhe isha shumë kështu thash do ta provoj një herë, po nuk jam e sigurt a do dali e mirë, por me ndihmën e mamit nga telefoni që më thoshte bë atë bë këtë, doli e përsoshur, perfekte, edhe do ta shikoni në fund. Tani në fillim unë lava spinaqin edhe qepët e njoma. Këto janë ato përbërësit kryesorë me të cilët e bëra unë ngasrën. Kuptohet që mund të përdorim më shumë gjëra të tjera, edhe preshë, edhe lakra të tjera, po unë këto më pëlqejnë shijet e tyre dhe pastaj do shikoni që do hedh edhe gjëra të tjera brenda. Tani i preva këto qepët e njoma në copa të vogla, se dua që t'i skuq pak, edhe më vonë do pres edhe qep të thatë. Do me thënë 2 lloj qepësh. E besoj se çdo njëra ka shijen e vetë, sado që janë qep njëra qep tjetra, po prapë kanë shije të veçantë edhe ndaja do t'i bëj të dyja bashkë. Do t'i hedh një çik që të skuqen, se kur skuqet qepa lëshon atë aromën e mirë të saja, edhe brenda në ngasër do ta ketë atë aromën. Unë i skuq me vaj, mund të skuqni edhe me gjalpë, si të dojë çdo njëri, nuk ka problem, po unë me një çik vaj ulliri atje, se më pëlqen shija e tyre. Pasi i kam prerë qepët, si që thashë, do t'i vendosë për 3-4 minuta që të skuqen, jo shumë, në tiganë, edhe si qikoni aty me vajë. Tani, unë u hodha edhe një qikë krip këtyre, po me kripën do kujdesemi këtu të ngasra, se do t'u them më vonë pse. Si qikoni tani këtë spinakin, e preva në copa të mbëdha, nuk e duan shumë copa të vogla, se spinaki, kur do t'a fërkoj bashkë me kripë, e mbetet një dorë, do me thënë, me ujë është më i shumti edhe ndaja humbet. Ndaj dhe e preva në copë të mbëdha. Tani, unë i hodha krip nga lartë, edhe e punova me dorë, e fërkova, e shtypa thueni si të doni, edhe pastaja do t'i heq ujnë e shumtë, jo të gjithin, po ujnë e shumtë që të më bëhet qull ngasra brenda. E shtrydha tani nga uji, edhe e hodha në një enë tjetër, në të cilën pastaja do vendos brenda dhe përbërësit e tjerë për ngasrën ime. Pasi e mbarova të gjithën me radhë këtë spinakin, si që thashë qepët i vura që të skuqen, edhe tani do t'i hethë brenda të gjitha bashkë tek spinaki. Tani, disa nga përbërësit e tjerë që do heth unë. Këtu po e shikoja se ky është majdanos, shkruan të majdanos, por unë thase mos e ngatrova me selino, edhe ndaj dhe po e shikoja, po e lexoja, po ishte majdanos. E kam të thatë edhe e përdor sa herë që më duhet, si edhe këtë Ani thonë që të cilat i marrë nga mami. Ani thosh kopër në Shqipë. I përgatit mami, mi thanë gjatë beharit, edhe mi jepë që t'i kem gjatë ditë dimrit. I mbaj në frigoriferë që të më pësojnë gjë. Jo se po t'i mbaj jashtë do pësojnë gjë, po okej, unë i mbaj në frigoriferë për më siguri. I hodha tani edhe pak vaj brenda, se kishin edhe qepët që u skuqen vajë. Pastaja i hodha piper, edhe me kripën si që thash, do kujdeseni, se me që kanë edhe qepët, edhe spinaqi kishte kripë, ndaje do kujdesemi që të mona dalje kripur. Disa i hedhin edhe djathë brenda, mua nuk më pëlqen shija e djathit brenda, por më pëlqen që ta ha me djathë në anë kur bëhet në fund ngasra. Tani, këtu po përgatit mielin, si që mund të shikoni, unë e hodha me se e di paka shumë tepsin që do përdorë, edhe pastaja i hodha një qik krip edhe miellit që të marri shijen e kripës, do t'a trazojë mire, edhe tani këtë mielin unë do t'a bëj me ujë. Do me thënë do t'i heth ujë që të dali përzierja, si që themi neve, e lëvritur. As shumë e fortë, as shumë e butë. Si që do t'a shikoni tani në që mënyrë e bëra unë përzierjen, si duhet të dali do me thënë, si mendoj unë, po më doli fantastike në këtë mënyrë që e përgatita. Edhe pasi e trazova të gjithë mielin, u thash ish miell misri duhet, kuptohet për ngasër edhe për pispili. Pastaja në fund të tepsisë unë i hodha një qik vaj ulliri, e leva me vaj ulliri, edhe hodha përzierjen e miellit të misrit brenda. Do të hapa vash avash me dorë, që të vej mielin në të gjithë tepsinë, si qikoni aty, edhe pasi e kam hapur mielin, pastaja do shtoj përzierjen e lakrave që kam. Si që thash, në përbërësit e lakrave mund të hini qëfar të doni juve, nuk ka problem fare, këto është që i hodha unë dhe me këto aroma jemi mësuar neve. Pastaja nga lartë, tani pasi i shtova edhe lakrat, do t'i hethë mielin kështu me dorë si qikoni, do me thënë nga lartë, nuk do t'a bëj direkt me ujë mielin, do t'a hap një herë kështu që të mbuloj
mbulohen të gjitha lakrat me radhë, edhe pastaj në fund pasi e kam hap të gjithë mielin, do t'i hedh një çik ujë, do ta spërkat me ujë, siç themi neve. Në këtë mënyrë del më krokante ngastra edhe del më e mirë. Ndaja edhe nuk e bëj më brum, domethënë siç e bëra për fundin e tepsisë. Tani e hodha të gjithë mielin, e shtyp një çik kështu me dorë edhe e spërkat me ujë, siç u thash edhe më para. E spërkat të gjithë mielin që të mos mbetet fare i thatë mielli, po të bëhet me ujë, se po të mbetet i thatë do më digjet pastaj kur ta vendos në furrë. Edhe pasi e kam spërkatur të gjithin, avash, në fund fare ngastrës do t'i hedh edhe një çik vaj ulliri. Vaj do goxha ngastra, se siç thot dhe mami im, vaj është ai që e ha ngastrën, se lakrat duan vaj. Që kështu siç e pat, vaj unë hodha edhe tek qepët, hodha edhe brenda tek përzierja, pastaj te lakrat, hodha edhe nga lartë tek tepsia dhe në fund të tepsisë që të më ngjitet ngastra edhe të mundem ta nxjerrë kur të piqet. Si shikoni, tepsia ime është gati, një tepsi të vogël përgatita siç u thashë, se nuk jam e sigurt a do haj edhe burri dhe djali, se nuk janë mësuar me këto shije, okej, e pranoj. Djali në fakt e ka me kështu me teka, edhe mund të haj dhe mos mund të haj, se e ka provuar në fshatë kur kemi qenë. Burri e ka provuar dhe ai një herë, po nuk është kaq shumë i lakrave, është më shumë i djathit, byrekve me djathë. Unë e poqja në 180 gradë tani siç shikoni, u bë perfekt edhe nga lart edhe nga poshtë, para se ta pres e lash një çikë që të lëshohet, themi neve, ngastra, edhe pastaj ta pres që të dali më lehtë nga tepsia. E preva me që ishte tepsi e vogël, e ndava në mes një herë edhe pastaj ja e preva 3-4 herë anash. Tani doja që ta nxirja me një spatula, e themi neve këtë, që të dilte lehtë, edhe përdora këtë e përdor dhe për pica. Unë nejse, nuk ka rëndësi fare, rëndësi është që të dali ngastra, edhe e preva në copa të mbëdha. Që të ngopim, kuptoni tani. Shikoni sa e mirë që ka dalë ngastra, sa mirë që u poqë, ka plot lakra brenda. Unë e mirash ta shoqëroj me një gotë dhall nuk kisha, e shoqërova me djathë edhe me kosë, edhe me ulli, me çfarë të doni juve mund ta shoqëroni ngastrën, po që është perfekte. Edhe për herë të parë që e provova, që ta bëj, besoj se doli fantastike. Më kujtoi një çik shijet e fshatit edhe kur na e përgatit mami, por doli fantastike, dua të them. Në qoftë se u pëlqeu edhe juve receta, mund ta provoni. Nuk është fare e vështirë, unë mendoja se është shumë e vështirë që të përgatit ngastrëvet në shtëpi. Nuk ishte fare e vështirë, nuk është dhe byrek që duhet të hap petët. Edhe ja dola mban kësaj radhe, më pëlqeu shumë. Provojeni dhe juve dhe më shkruani në qoftë se u pëlqeu receta. Të kaloni një ditë të bukur, o njerëz të bukur, dhe shih